Mirë se vini në Gjirokastër, qytetin e gurt, qytetin e historisë dhe qytetin që i dha botës një prej shkrimtarëve më të mëdhenj shqiptar, Ismail Kadaren. Në këtë video do t'ju çojmë në një udhëtim të veçantë në shtëpinë ku lindi edhe kaloi fëmijërinë një legjendë e letërsisë moderne shqiptare. Shtëpia e Kadares ndodhet në lagjen historike Palorto. Është një nga shtëpitë tradicionale më të bukura të Gjirokastrës, e ndërtuar rreth shekullit të 19 me arkitekturë tipike osmane, mure guri, dritare druri dhe oxhaqe të dekoruar me kujdes. Këtu, më 28 janar 1936, lindi Ismail Kadare. Ishte pikërisht kjo shtëpi me dhomat e saj të ftohta prej guri, rrugicat me kaldrën dhe hijet e historisë që endeshin nëpër muret e qytetit, që formsuan imagjinatën e tij. Tani mund ta kuptoj se nga e ka gjetur frymëzimin shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare. Kemi ardhur tek shtëpia e tij muze për të bërë një vizitë dhe ajo që më bëri përshtypje ishte kjo dhomë e pritjes, që është me 6 dritare, është shumë e bukur në fakt. Më pëlqen shumë dhe do doja ta kisha patur dhe unë një shtëpi të tillë ose të paktën një dhomë të tillë. Por përpara 100 vjetësh, ose ndoshta edhe më pak se 100 vjet, kjo dhomë shërbente, le të themi, si dhomë pritje ose dhomë miq. Këtu uleshin burrat dhe flisnin ku vendonin me njëri tjetrin, por nga ana tjetër te ky rroka fund, i thonë në Gjirokastër, që është në fund të dhomës dhe ka një të ngritur, pra qëndronin gratë, të cilat pasi i kishin shërbyer kafen burrave të zamanit në Od, qëndronin lart dhe dëgjonin muhabetet dhe bisedat që ata zhvillonin me njëri tjetrin. Kjo atmosferë unike do të pasqyrohej më vonë në romanet e tij të njohura si Kronik në gur, ku Gjirokastra shfaqet thuajse si një personazh më vete. Pas viteve të fëmijërisë, familja Kadare u shpërngul nga kjo shtëpi, e cila më pas mori udhën e degradimit, dhe në vitin 99 shtëpia u kaplua nga një zjarr i rënd, por vlerat e saj nuk u shuan kurrë. Në vitin 2016, shtëpia u restaurua plotësisht dhe u hap për publikun shqiptar si shtëpi muze e Ismail Kadares. Sot, ajo ruan origjinalitetin e saj dhe ofron një përvojë unike për çdo vizitor. Brenda do të gjeni objekte personale, libra të rrallë, dokumente dhe fotografi që rrëfejnë jetën e Kadares. Është një vend ku letërsia takohet me historinë, ku mund të ndjesh frymën e një shkrimtari që i dha zë shqipes në gjithë botën. Ndërsa kjo ishte dhoma e miqve ose dhoma e nuseve, sepse këtu në këtë dhomë bëheshin takimet mes miqësive, këtu krijoheshin mblesërit, pra këtu qëndronte dhëndri, dhe nëse dhëndri ishte simpatik, i bukur apo një burr që mund të ishte e ardhmja e nuses, e ardhmja familjare e nuses, ajo kishte mundësi që ta shikonte vetëm përmes tyre dritareve të vogla që ndodhen këtu sipër, sepse aty qëndronte, dhe më pas, nëse çdo gjë ishte në dakordsi, krijoi miqësia, fejesa dhe më pas martesa e të tjera me radhë. Pra, kjo dhomë ishte dhoma e nuses. Do t'ju tregoj edhe pjesën e sipërme ku qëndronte nusja, sepse është shumë interesante në fakt që të mendosh shumë kohë më përpara në Shqipëri bëheshin këto rite ose ishin këto, le të themi, mënyra të bërit bashkë një çift. Shtëpia është sot një ndër atraksionet më të vizituara në Gjirokastër. Çdo vit, mijëra njerëz, vendas e të huaj, vinë për të ndjerë magjinë e këtij vendi. E keni dëgjuar atë shprehjen grua na nxirr raki nga ajo e tavanit. Pikërisht në këtë rroka fund mbaheshin edhe zahiret e dimrit, por edhe rakia e mirë e shtëpisë. Kur një mik i mirë të gostiste në shtëpi dhe ti doje ta sajdisje me rakin më të mirë, në tavan fshihej gjithmonë rakia më e mirë.
Nëse jeni dashamirës të letërsisë, të historisë apo thjesht kurioz për të parë nga afër një copës të shpirtit të Kadares, vizita në këtë shtëpi është një përvojë që nuk duhet humbur. A e të gjuat? Ti di fa mos harroni të bëni like and subscribe të Iliri Vlog.